Damian Murphy, eksperti i politikës ndërkombëtare nga Washingtoni, vlerësoi në një intervistë për Kosova Online se vendet e Ballkanit Perëndimor, pavarësisht tërheqjes së naftës e lirë ruse, duhet të mbeten të parafruar me politikën e energjisë e sanksioneve të Bashkimit Evropian, sepse ardhmja e rajonit është në Europë. Duke komentuar zgjatjen e re të licencës së operimit të industrisë serbe të naftës, ai paralajmëroi vendimin e administratës amerikane në lidhje me sanksionet e energjisë janë të paqëndrueshme dhe politikisht të ndryshueshme, gjë që ndërlikojnë më tej planifikimin afatgjatë të rajonit. Rregullimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është çelësi i paqes dhe stabilitetit në rajon, ndërsa dialogu në udhëheqjen e Bashkimit Evropian është kanali autorizuar për përparimin e normalizim, njoftoi Departamenti i Shtetit pas takimit të dërguarit të posaçëm Peter Sorensen me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit Brendan Hanrahan, duke përgjigjur pyetjeve në lidhje me marrëveshjet e dialogut dhe asociacionin e komunave serbe. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit tha se platforma dialogut të Brukselit është një rrugë e qartë dhe së të dyja palët për të normalizuar marrëdhëniet dhe deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mirëpresin arritjen e marrëveshjes rreth ligjit për të huajt. Ish përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Kosovën, Wolfgang Petrić, tha se pret që kryeministri Albin Kurti të zbatojë marrëveshjet për formimin e asociacionit të komunave serbe dhe shtoi se një zgjidhje e kompromisit për statusin e serbëve të Kosovës do të forconte gjithashtu statusin e Prishtinës në Europë. Duke folur për draftin e statusit të asociacionit të komunave serbe, ai theksoi se asgjë nuk është e përcaktuar përfundimisht dhe se gjithçka është subjekt i negociatave. Petrić tha se ndërmjetësimi i Bashkimit Evropian veçanërisht në 10 vitet e para pati një efekt të rëndësishëm, por se në vitet e fundit ka ngecje. Një grup i organizatave jo qeveritare lëshuan një apel të përbashkët drejtuar institucioneve në Kosovë, mediave dhe bashkisë ndërkombëtare që të respektohen faktet e vërtetuara rreth dhunës së marsit të 2004, duke paralajmëruar kundër retorikës së dëmshme të liderëve politik dhe raportimin nga media të caktuara, duke përmendur disa shembuj. Organizatat jo qeveritare kujtojnë se java e kaluar shënoi 22 vjetorin e përndjekjes së marsit të vitit 2004 në Kosovë, një ngjarje e cila, siç theksojnë ata, ende përfaqëson valën më serioze të dhunës kundër komuniteteve jo shërmit që nga viti 1999. Diplomati i karrierës Albert Prenkaj dhe politologu Albinot Maloku vlerësuan se presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka nisur fushatën me vizita të shpeshta në komuna dhe takime me qytetarët dhe se ajo bëri të qartë se nuk do të heqë dorë nga politika. Bekim Kubina, këshilltari për media e presidencës së Kosovës, mohon pretendimet se presidentja nisi një fuqat dhe thekson se takime të tilla presidentja ka pasur edhe gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Mandati i presidencës së Kosovës Vjosa Osmani skadon me 4 prill dhe deri atëherë asaj i është ndaluar me kushtetutë që të marrë pjesë në ndonjë subjekt politik. Analisti politik Ardan Muhaxheri deklaroi se sipas njoftimeve të tij, vendimi i Vjosa Osmanit që të jetë barës e listës së lidhjes demokratike të Kosovës është marrë tashmë dhe se detajet teknike, siç është mënyra se si do të dorëzohet lista, janë duke u diskutuar aktualisht. Muhaxheri vlerësoi gjithashtu se çështja e zgjedhjes së presidentit nuk duhet të zgjidhet në Kuvendin e Kosovës, por përmes zgjedhjeve të drejtpërdrejta për të kujtuar Vjosa Osmani arritin e majat e politikës së Kosovës si pjesëtare e LDK-s. Analisti Nejmedin Spahiu beson se zgjidhja më e favorshme për situatën aktuale politike në Kosovë do të ishte që lëvizja vetëvendosje t'i dorëzonte pozicionin e presidentit opozitës, pasi kjo do të shmangte zgjedhje të reja për të cilat Kosova do të shpenzonte miliona euro. Sipas Spahiu, paralajmëroi që në kuadër të Kosova mund të përballet me blokada të reja institucionale.
Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i freskët, ndërsa gjatë ditës pritet mot me vranësira dhe i ngrohtë, rreshje shiu me bubullima është e mundshëm pas dite dhe në mbrëmje me erën e fortë dhe të stuhishme jugore. Temperatura mëngjesi do të jetë nga -2 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore do të jetë nga 14 deri në 20 gradë Celsius.